Këto ku punane kanë lanë, s'kan pas pikë mshire më ta. Jeta e tij u shua, por e vërteta kur nuk u zbulua. Ja u kthej Zoti. Mori fund tragjikisht jeta e Flerdionit. Më 21 nëntor të vitit 2022, në vendin ku po më shihni tani, tragjikisht kishte ndërruar jetë kadeti policisë Flordian Shobaj. Për këtë rast akuzoheshin 2 persona, Arton Enezir Duraku, bab e birë. Sipas prokurisë themelore në Pej, Arton Duraku nuk kishte patent shofer, nuk kishte regjistrim, po ashtu nuk e kishte përshtatur shpejtësinë në këtë rrugë, ndërsa babai i tij Enezir, në cilësinë e pasagjerit, akuzohej për mosdhënie të ndihmës. Kujtojmë se ky rast është gjykuar për 3 herë, e së fundmi gjykata themelore në Pej, Arton Duraku e ka dënuar me 5 vjet e 6 muaj burgim, ndërsa babain e tij Enezir me 10 muaj burgim. E sot janë bërë 3 vjet nga vdekja tragjike e Flordionit, e familjarët do të mbajnë homazhe pranë lapidarit të tij në jashanisë të Klinës. Në nder të jetës së Flordionit, ju lutemi të ndalim për 1 minutë heshtje. Lavdi, prania juaj sot këtu, para këtij lapidari, për të kujtuar Flordionin, dëshmon se Flordioni nuk është harruar, se ai jeton në kujtesën, respektin dhe zemrat tona. Kjo na lehtëson dhimbjen që e mbajmë ne në shpirt. Sot 3 vite më parë, nga ky vend u trondit qielli bashkë me tokën. Këtu në mëngjezin e datës 21/11/2022 mori fund tragjikisht jeta e Flordionit në rrethana të pa zbuluara. U shua përgjithmonë duke na lënë me një dhimbje që nuk ka mbarim. Mëngjezi i asaj dite filloi me një lutje. Filloi me kërkesën për ndihmë para armikut, një kërkesë e pastër thjesht njerëzore. Por ajo kërkesë u shndrua në dhunë, në mizori, në pabesi ndaj Flordionit, dhe nga ai moment e deri sot lotët nuk kanë pushuar asnjë ditë. Jeta e tij u shua, por e vërteta kur nuk u zbulua. Drejtësia u shkel dhe mori rrugën e poshtër. Por sot, nga ky vend, i lutemi Zotit që guri i drejtësisë të rrekulliset dhe të ndalet duke marrë vendimin që i takon drejtësisë. Për ne, si familje, por edhe për ju, kjo ditë dhe këto qaste të këtij tubimi janë po aq të rënda e të dhëmshme sa dita tragjike e 3 vjetëve më parë kur humbim Flordionin mu në këtë vend. Flordioni sot u vra përsëri nga vendimarrjet e padrejta të gjykatës, e cila e mbron vrasësit, ndërsa pafajësinë dhe gjakun e Flordionit e vendosne për tavolina si lengu i derivateve në shitblerje. Flordioni nuk vdiq. Jeta e tij veç sa u shua dhe ema është ajo që e vazhdon jetën e tij në çdo hap të saj. Dhe nëse jo unë, një ditë ajo do të zbuloj të vërtetën e kësaj tragjie të babait të saj. Sot jemi këtu për ta kujtuar me dhimbje e me lot në sy Flordionin. Ne ju falenderojmë që keni ardhur të qëndroni pranë nesh në këtë ditë të rëndë. Dhimbja jonë është edhe e juaja. Është një dhimbje e përbashkët që nuk do të na largohet kurrë. Sot 3 vjet që qëto po mu në këtë vend, djali jem të ardhë krejt ka dale të shku në vështri. Edhe i nëshan kamjani e mytën, e lënë të bërti të kukunan, mere me men. Flordiani është një ndërsmit ma i mirë i përkrym që ka thot. Një djallë superior, ma i vogli, me tanat mira të botës. E linda, e rrita, o bo burr, o bo bab, e lindi qiken, ma në fond që shumë shtirë. A halon ai ditë pa kujtu? Kur, asë minut, asë sekund, një pjesë e trupit të shpirtit, që ma qëtëson është ema, edhe gjenda. Po kukunane e kanë lanë, s'kan pas pikë mshire më ta, edhe janë dalë janik. Sot 3 vjetë, i kanë ra me kanë mjanë, edhe u kanë koha qëso kohët u rashi,
edhe janë sjellë rreth edhe e kanë nitë bërtito ku kunan, edhe s'kan pasë mëshirë me qilë deren e me qilë bilem tokë. A më morë diçka për ta, babë e djallë. Ja u kthejvë Zoti.